Megjithëse kompaniat të mëdha kanë nëpër botë që pse jo ata duhet punsojnë punonjës nga Shqipëria, nga Europa, sepse i kushton më lirë atyre. Kurse goxha para se sa të punsojnë një punonjës nga Amerika. Dhe nuk ke nevojë për vizë pune, se gjithë duan të vinë në Amerikë dhe normalisht duhet vizë pune të vish në Amerikë. Por nuk arrin të kuptojnë që ti nuk ke nevojë të vish në Amerikë. Ëndrrën amerikanë mund ta gjesh në Shqipëri. Dhe këtë nuk e kam thjesht nga broçkulla apo thjesht teorira, po e kam nga praktikë sepse njoh shumë njerëz që punojnë që edhe në punën që bëja më përpara në korporat, që mendoja që ishin në Amerikë dhe në fakt punonin nga Kosova ose kishin një biznes nga Kosova që shisin shërbime kompanirave të mëdha, se ti ke një biznes të lidhur me këto shërbime të sigurimit, cyber security të këtyre kompanive, duke qenë se janë shumë më lirë se sa kushton këtë në SBA, i blinin shërbimet dhe i bënin outsource, pra i bënin upsell. Çfarë do thot upsell? Që unë për shembull nëse shes një shërbim në Shqipëri apo dhe orët e një punonjësi, nëse shes $20 ora, që prap duket shumë për Shqipërinë, këtu ata e blinin atë punonjësin dhe ja shisin një kompani tjetër me $55 ora, apo $7 ora, me gjithë sa fitim që bën edhe ata, por edhe për Shqipërinë, apo Kosovën një mësi shumë e mirë.